Përshëndetje për gjithë juve. Ish presidenti Hashim Thaçi ka ardhur sot në Kosovë. Ai shkoi për një vizitë e babait i tij SMU në ÇKK, ku ai po trajtohet. Të shtat ka përcjell nga afër vizitën e zotrit Thaçi, i cili shoqëruar nga forcat policore hyri në ÇKK. Në pamjet e të shtat, nga vendi i ngjarjes, shihet se disa qytetarë të pranishëm kanë duar trokitur Thaçin dhe kanë mbrojtur emrin e tij, ndërsa ai i përshëndeti me dorë. Në ambientet e ÇKK-s, që nga momenti i mbritjes së ish presidentit Thaçi, po qëndron gazetarja, kolegja jon Arianit Zhegrova, me cilën do të lidhemi tani live. Arianit, nëse po më dëgjon, lidhja për ju. Po, përshëndetje Ajda për ju dhe për gjithë shikuesit e televizionit 7, po paraqitemi këtu nga obori i qendrës klinike universitare të Kosovës, respektivisht pranë klinikës interne, ku deri para pak çastesh po qëndronte ish presidenti Hashim Thaçi, i cili sot erdhi nga Haga për vizitë tek IAT, i cili është në gjendje të rëndë shëndetësore. Ne kemi biseduar dhe me familjarët e ish presidentit Thaçi, të cilët nuk kanë pasur njoftim zyrtar nga ZPS-ja që Thaçi do të jetë sot në Kosovë dhe do ta vizitoj babain e saj. Babain e tij që ka ardhur pas një kërkese të bërë pikërisht nga mjeku kujdesari kardiologjisë, ku është duke u trajtuar IAT-i i zotrit Thaçi për shkak të gjendjes së rëndë në të cilën ai ka pasur të drejtë të qëndrojë 3 orë vizitë këtu, ndërkohë është përcjell me numër të madh të veturave të zyrtarëve të EULEX, pra kanë qenë rreth 10 vetura të zyrtarëve EULEX, të cilët kanë qenë prezant këtu në oborin e ÇKK-s, gjithashtu edhe zyrtar policor të njësiteve tona në Kosovë. Pas ardhjes këto, i njëjti është pritur me brohoritje nga qytetarët dhe palët të cilët u larguan brenda klinikës për shkaqe sigurie dhe me kërkesë të zyrtarëve të EULEX. Po ashtu edhe është përcjell njëjtë me brohoritje nga qytetarët të cilët me syre pati që erdhen enkas për ta parë ish presidentin Thaçi. Këto janë Ajda të gjitha informata që kemi nga kjo vizitë 3 orëshe e ish presidentit Thaçi këtu në qendrën klinike universitare të Kosovës. Qartë, Arianit, falenderoj shumë. Natyrisht që një kronik më zgjeruar mund ta shohim në edicionet e ardhshme. Ndërkohë Arianita përmendi se ai është përshëndetur nga qytetarët edhe kur është larguar nga ÇKK-ja. Ju lëm me këto pamje. Pikërisht këto brohritje me cilat u prit Hashim Thaçi në hapësirat e ÇKK-s janë shpërndarë edhe nga djali i tij Endriti. Por ky nuk ishte reagimi i vetëm, edhe Vlora Qitaku nga Partia Demokratike e Kosovës ka reaguar në lidhje me vizitën e ish presidentit Hashim Thaçi në Kosovë për shkak të gjendjes shëndetësore të babait të tij. Qitaku reagimin e saj e ka bërë në profilin e saj në Facebook, ku ka shkruar se dielli do të lindë përsëri. Dielli do të lindë përsëri president, ka shkruar ajo. Pasi që gjykata speciale ka liruar ish presidentin Hashim Thaçi për një vizitë në Kosovë për shkak të gjendjes shëndetësore të babait të tij, në një përgjigje për gazetën Express, dhomat e specializuara në Hag kanë dhënë detaje për këtë.
Për arsye të forta humanitare, trupi gjykues dhe gjyqtari procedurës paraprake kanë udhëzuar sekretarin që të organizojë një vizitë në kujdestari në Kosovë për Hashim Thaqin që të jetë me baban e tij. I akuzuari mbetet në paraburgim dhe në kujdestari nga dhomat e specializuara. Thaqi sot erdhi në QKK ku po trajtohet babai i tij. Tani edicionin me çështje të tjera, kryetari komunës së Vushtrisë, Ferit Idrizi, ka lajmëruar për një aksident me fatalitet që ndodhi para ditën e sajntës në fshatin Duboc të kësaj komune. Autobusi që barte nxënësit u aksidentua, çka la të vdekur shoferin e linjës dhe mbetën të lënduar disa fëmijë. Në një aksident që ka ndodhur gjatë transportit të nxënësve nga fshati Duboc, komuna jon ka humbur një burr të ndershëm e një qytetar të përgjithshëm, shoferin e kësaj linje Hajzer Sadiko, ndërsa janë lënduar edhe disa nxënës të cilët tashmë janë duke marrë trajtim në emergjencën e spitalit Sheikh Zayed. Në Vushtri shkroi Idrizi. Tre persona janë arestuar në Prizren pasi që dyshohet se kishin marrë me forcë viktimën mashkull kosovar dhe e kanë dërguar në Pyll. Policia ka njoftuar se viktima është dërguar për tretman mjekësor. Gjatë kontrollit të veturës së personave të dyshuar, është gjetur dhe sekuestruar një armë pistolet. Me vendim të prokurorit të shtetit, 3 të dyshuarit janë ndaluar në mbajtje për 48 orë. Janë arestuar 3 të dyshuar mashkull kosovar pasi që të njëjtit me forcë kanë marrë viktimën mashkull kosovar dhe e kanë dërguar në Pyll. Viktima është dërguar për tretman mjekësor. Gjatë kontrollit të veturës së personave të dyshuar, është gjetur dhe sekuestruar një pistolet me një karikator. Me vendim të prokurorit, 3 të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, thuhet në raportin 24 orësh të policisë. Transportuesit e komunës së Podujevës kanë qëndruar tërë natën para komunës së Prishtinës në shenjë proteste pas vendimit për t'i ndaluar ata hyrje në kryeqytet pa asnjë njoftim paraprak. Qëndrimi tyre aty nuk ishte pa pasoja, pasi zyrtarët policoru kanë shqiptuar gjoba. Policia e Kosovës përmes një aksioni ka gjobitur operatorët e linjes Podujev-Prishtinë, të cilët nga dita e djeshme janë parkuar para komunës së Prishtinës në shenjë proteste. Linjat e autobusëve Podujev-Prishtinë kanë hyrë në grevë, duke lënë pa transport qindra udhëtar që përdorin këto linja çdo ditë. Shkak për grevën është vendimi i komunës së Prishtinës për ndalimin e hyrjes së autobusëve në vendin ku zakonisht stacionohen autobusët nga Podujeva. Përfaqësuesit e kompanive të linjes autobusëve nga Podujeva e kanë cilësuar këtë vendim si të padrejtë dhe kanë akuzuar komunën e Prishtinës për hakmarrje. Një mot i keq nga dje ka përfshirë kryeqytetin. Në lagjën Dardhania të Prishtinës, përkatësisht në rrugën Ilas Kodra, disa vetura janë dëmtuar si pasojë e rrëzimit të një lisi nga erërat e forta. Të njëjtën janë parë punëtor të Hotri Kulturës, të cilët kanë larguar rrëzimin e lisit. Ndërkohë, komuna e Prishtinës ka kërkuar nga qytetarët që të kenë kujdes gjatë ditës së sotme, pasi parashikohet të ketë erëra të forta. Sipas parashikimeve të motit, sot në Prishtinë pritën erëra të forta deri në 32 km/h. Për sigurinë tuaj ju lutemi të shmangni qëndrimin pranë objekteve të larta, pemëve dhe strukturave të paqëndrueshme. Të siguroni që dritaret dhe dyert e shtëpive apo bizneseve tuaja të janë mirë të mbyllura. Të bëni kujdes gjatë qarkullimit. Ju faleminderit për bashkëpunim, qëndroni të sigurt, thuhet në njoftim. Në Prishtinë është inauguruar një shesh i ri, bëhet fjalë për sheshin Erhard Busek pranë Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. Në inaugurimin mori pjesë edhe ambasadori i Austrisë në Kosovë. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha se vendimi për emrimin e këtij sheshi u mor në unanimitet në Kuvendin e Komunal, ku emrimi i këtij sheshi është një shenjë mirënjohje për angazhimin e palodhur të Erhard Busek
në forcimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Austrisë, si dhe për rolin e tij të rëndësishëm diplomatik në rajon. Ai ishte një mik i madh i vendit tonë dhe një zë i fuqishëm për stabilitetin dhe bashkëpunimin në Ballkan. Me këtë shesh, ne jo vetëm që tregojmë trashëgiminë e tij, por edhe forcojmë lidhjet mes dy shteteve tona, duke ruajtur kujtimin e një miku të madh të Kosovës, shkroi Rama. Në Prishtinë, iniciativa qytetare, Kosova ka shpalosur tajnë të një qarqaf me mbishkrimin 15 mars. Kosova bojkoton të gjitha supermarketet, duke paralemruar aksionin e tyre të radhës për ditën ndërkombëtare të konsumatorit. Çmimet e larta të produkteve mobilizuan një grup të qytetarëve. Të njëjtën, iniciativa qytetare Kosova bojkoton rikujtoi se data 15 mars është dita kur kosovarët duhet të bojkotojnë të gjitha supermarketet. E këtë e bën duke shpalosur datën përmes një qarqafi të madh afër ndërtesës së qeverisë dhe asaj të kuvendit. Qëllimi i kësaj nisme është ndërgjegjësimi për fuqinë e konsumatorit dhe adresimin e shqetësimeve. Kemi marrë si nismë punën e rritjes çmimeve edhe një lloj proteste përmes bojkotit që jemi tu e organizuar. Thira për qytetarët është me u bashku me neve dhe së bashku me ngrit zonin edhe përmes një bojkoti me tregu fuqinë tonë vlerëse, për shkak se kur krejt bashkohemi në bojkot, na çojmë një mesazh te marketet, te qeveria që jemi shumë të pakënaqur edhe po ashtu e bëjmë një lloj presioni shoqëror për me pas një reagim. Kastrati thot se prania e qytetarëve është e domosdoshme. Pas përkraje shumë enorme në rrjetet tona sociale, mirë po nuk e kemi të dhënat e sakta sa ka pas përkraje në terren, po shpresojmë që tash kemi marrë edhe më shumë dukshmëri si lëvizje dhe kemi pas edhe më shumë përkraje. Kjo është për të mirën e përbashkët. Kjo nismë është pjesë e një bojkoti rajonal i organizuar në bashkëpunim me grupe nga vende të tjera të Ballkanit. Shikues të nderuar, ky është edhe lajmi i fundit për këtë edicion të orës 15. Unë ju falenderoj për vëmendje. Mirupafshim.